fund viti është gjithmonë një periudhë reflektimi për të gjithë ne, ku jemi pak më të ndjeshëm, ku ndihmojmë më shumë, ku dhurojmë më shumë, ku kemi ndjeshmëri më të madhe. Po mirë, kjo ndjenje bamirësisë nuk duhet jetë patjetër një akt sezonal, pra në një periudhë të caktuar të vitit, po duhet jetë çdo ditë, sepse nuk ka një akt më human dhe më të bukur se sa të ndihmosh dhe të japësh për të tjerët. Pikërisht, për këto mesazhe të bukura që vinë në këtë fundvit të reflektimi, jemi në studio me Emiliano Starovën, mirë se erdhe Emiliano, me Nexhi Klogjerin, mirë se erdhe Nexhi, dhe me pedagogen Helena Aliaj, mirë se erdhet. Mirë se gjeta, Knaqësi. Dhe do ta nisim me Emiliano, sepse sapo ka përfunduar një event, një aktivitet bamirësie, ku biletat në qytetin e Elbasanit, e theksojmë patjetër, ku biletat do të shkojnë për bamirësim. Trego pak për aktivitetin si shkoi dhe si të lindi ide për të realizuar një event. Kam 6 vite që merrem me këtë aktivitet, duke ndihmuar 5 familje në nevojë në qarkun e Elbasanit. Këtë aktivitet se kam bërë vetëm, kam bashkë me Nexhin, të dy bashk, duke ftuar këngëtar, sponsor, se vetëm nuk bëhet koncerti Miki. Pra ftove këngëtar të këndonin dhe u realizua një koncert, biletat e cilit do të shkojnë, do të ndikim edhe pak pamje, do të na shoqërohen. shoqëron. Azilin e Pleqjve në Elbasan, duke shtuar drekën ose darkën e vitit të ri, duke menduar diçka ndryshe. Duke fort. Dhe këtë aktivitet, këtë akt human, ti e realizon çdo vit apo jo? Vit për vit. Si e pritën këngëtarët apo të ftuarit këtë ftesë? Këngëtarët nuk është se kanë prit goxha mirë. Ka edhe nga ato Niki që në momentin e fundit thonë që më çfarë po bën ti? Më kupton? Se nuk duhet të flas shumë për këtë pjesë. Më çfarë po bën ti duke i thënë që ky është koncert bamirësie. Domethënë kur ti u thoje që është koncert bamirësie, ka qenë shmangeshin. Më trego pak ka dhe nga ata Miki që më kanë akuzuar vit për vit që ti këtë të ardha i vjedh ose nuk i çon aty ku duhet. Janë mosbesues njerëzit. Ndodh në fakt në raste të tilla. Nexhi, ti je gocë re, je përfshirë në akte të tilla për të bërë... Unë jam në 2 fëmijëve në rreth parë, që është një gjë kjo që ndodhi është shumë emocionale ndaj meje. Emiliano më bëri ftesën për të parë që t'i bashkohesha kësaj nisme, që ai ka vite që e bën, për arsye sepse më kishte parë shumë raste që unë i bëja bamirësi por në heshtje. Shumë vajza, shumë nëna më kanë shkruar kur unë kam një biznes privat timin me veshje dhe në momentin që koleksioni më tepron ose nuk po më ecën, unë i dhuroj. I dhuroj për të gjithë femrat. Çfarë ndjen ti kur dhuron? Sigurisht jam shumë e lumtur. Sepse bëj të lumtur dikë tjetër. Emiliano kishte parë këtë fakt se unë dhe tha bashko me mua për këtë nisëm të koncert që unë organizoj çdo vit. I thash po. Dhe bashkë kemi ikur në shumë familje në Elbasan. Dhe përcaktuam 5 nga tyre që na u duken më shumë në nevojë. Miki, po. Tash mundësia e koncertit për 5 ishin, sa aq është kapaciteti i teatrit Skampa, për të çelur biletat apo të shkruar të ardhurat. Po ky është një akt social i bukur, që vjen nga 2 të rinj që mendojnë të dhurojnë dhe të bëjnë bamirësi. Dhe jo vetëm në fund vit, por besoj dhe uroj që edhe në unë bëj 2 herë në vit fatikisht, po koncertet do të njëjtit lloj. Elena, edhe ti si pedagoge, të kemi parë në ndërveprime të tilla të akteve të bamirësisë, duke përfshirë edhe studentët në to. Shiko, e di çfarë ndodh. Si e ke ndjerë ti? Po ndjerë mbaj këtë kafe lavaza jo për rastisht, domethënë këtu në dorë. Sepse bisedat lindin në kafe. Po, eksakt. Dhe e dyta themi nuk na kushton asgjë nëse shpenzimet e një kafe mund t'i çojmë për dikoj i cili ka nevojë. Ajo çfarë ndodh në fakt me studentët, kur bëjmë këto organizime që shumë herë edhe ne nuk i promovojmë, pavarësisht se është shumë e rëndësishme se ne bëjmë edhe një seminar të hapur, një orë të hapur, për që edhe vlerësues ndaj mundësive që kanë studentët për të shkolluar, që dikush se ka për disa të mira materiale që kanë për telefonat e mirë, për transportin e siguruar, ka dhe shumë student me makina, dhe çfarë ndodh, ne duhet jemi të kthejmë kokën shumë herë të jemi mirënjohës edhe ndaj prindërve. Dhe ne nuk e bëjmë vetëm për bamirësi, bëjmë edhe një lloj, le të themi, sensibilizimi për studentët, sepse nganjëherë edhe të rinj duket sikur depresionohen, duke qenë të investuar vetëm në ajo çfarë shohin sipërfaqësisht në rrjetet sociale dhe nganjëherë ndihen edhe të dëshpëruar, edhe pse i kanë këto mundësi. Është e nevojshme t'i shkundim ata dhe t'ju themi edhe këto mundësi nuk janë pak. Kjo nis te kafeja dhe i themi nëse sot do pi një kafe dhe ujë,
në lokal, nuk do pim sot. Dhe lekët do t'i mbledhim gjithë bashkë, pavarësisht se ka shumë studentë që investojnë shumë më shumë. Por nisma fillon në radhë parë gjejmë një familje, kontaktojmë me administratorët zakonisht të zonave dhe pastaj kjo familje marrim gjithë dhënat e familjes, sa fëmijë janë, numrin e këmbëve, numrin e veshjes, çfarë nevoja kanë në shtëpi dhe marrim të gjitha produktet ushqimore. Dhe studentët bëjnë gjithë bashkë dhe janë shumë. Dhe dinë se është një nismë interesante. Kjo dhe gjithmonë ne nuk e caktojmë datën që mund të jetë fund vit, apo mund të jetë fundi sezonit të tyre që kryesisht mund të jetë maj ose qershori. Për arsye sepse ne kemi shumë studentë dhe përtej kësaj ato edhe e bëjnë share. Dhe në fakt nuk ju mungon dëshira për të qenë kontribues emocional, se në fakt njerëzit kanë kontribut qytetar, kontribut politik, social e tjerë, moral, edhe ne kontribut bëjmë në media shumë më shumë se sa të tjerë dhe kur i promovojnë, sepse këto janë modele shumë të shëndetshme dhe është e nevojshme që të evidentohen. Dhe shikojmë mënyra se si e përqafojnë. Dhe më besoni që të gjithë studentët kur vinë me të gjitha ato qeset, që shkojnë te marketi dhe marrin të gjitha llojet e produkteve që i duan një familje për X muaj, se ne përpiqemi sa më shumë, dhe madje ka një lloj edhe dëshire për të thënë që kam marrë dhe këtë, kam marrë dhe atë. Domethënë, ti duhet thjesht të bësh gjetjen tek njerëzit për të kuptuar se çdo njeri brenda qenies tie ka pjesën e butë. Por ajo çfarë imagjino të ishte kjo gjithë përfshirëse, gjithsesi sa ndryshim do të jepte shoqërisë. Edhe njerëzit që kanë edhe pushtet ekonomik dhe pushtet politik. So unë mendoj që njerëzit japin dhe bëjnë ato çfarë janë. Nuk mund të jesh i kamufluar gjithkohës dhe të shfaqesh si duhet. Domethënë ka shumë njerëz që janë bamirës, për shembull, nuk harroj periudha të rëndësishme në fundvit, se përgjithsisht në fundvit kanë atë balancë vjetor dhe dua të bëj një bamirësi. Po, dhe më pyesin, Elena, dua të bëj një bamirësi për shembull, ku mund ta bëj? Dhe shumë herë bamirësia duhet kuptojmë një gjë. Nuk është vetëm bamirësi ekonomike. Është edhe bamirësi profesionale. Un kam njerëz të njohur, bashkëpunëtor, miq, kolegë të pasur, dhe njerëz nga biznesi që kanë paguar për shembull bursa, kanë paguar studimet e shumë të rinjve të cilët nuk kanë patur mundësi. Dhe kur më pyesin them, "Ok, pse s'merr përsipër, siç ndodh në vende të tjera, por ka edhe komunitete fetare që e bëjnë këta për jetimat të tjerë, që ti e sponsorizon formimin e një studenti dhe në fund ti e din që këtë studentin i ke dhënë një dorë, domethënë në shkëlqimin e tij, në rritjen e tij." Dhe mendoj që ndoshta mundësia për punë dhe mundësia profesionale është bamirësia më e mirë që mund t'i bëhet dikujt. Përtej bamirësive të tjera pastaj, siç janë të rinjt edhe kolegët që e bëjnë shumë herë, dhe duhet çuar kjo. Në momentin që flitet edhe në media, organizohen evente, ka mbështetës, nuk është se mungon dëshira për të qenë aty dhe nuk është se duhet të kesh shumë për të bërë pak ose shumë. Dhe nuk duhet dhe frenime, se për shembull u tha dhe nga kolegë që shumë herë, jo të gjithë ndoshta në gjendjen e tyre në mundësi, dhe jo të gjithë e kuptojnë kohën, sepse shumë mirë edhe këta të rinjt, edhe shumë të rinj tjerë që e shikoj që bëjnë pafund aktivitete, edhe të bukura, ka shumë raste që Jo, po flas për të gjithë të rinj, nuk po flas për ty, se ne nuk po flasim për ty në këtë emision, ne po flasim. Ti gjë e ke bërë punën tënde. Secili e ka bërë punën e vet, por ne gjithë secili nga ne mundet t'japi, domethënë asgjë nuk të kushton përqindje. Cila është kauza sociale që ju ka prekur më shumë, ju të dyve? Në fakt është edhe pjesa e komunitetit të rom. Ato na u dukon dhe janë më të paragjykuarit dhe më nevojtarët në shoqërinë tonë, mendoj unë, se ne i kemi prek dhe nga afër. Pa veçuar dhe njerëzit e tjerë, familjet e tjerë që ka nevojë, por ato janë si në marrëdhënie pune, ashtu dhe në marrëdhënie shoqërore që janë shumë të paragjykuar dhe nuk janë aktiv. Ne këtë u drejtuam si fillim. Pastaj, duke parë dhe familjet e tjera, përzgjodhëm 5 prej tyre. Qartë, Emilian, ty të ka frymëzuar dikush për të marrë akte të tilla bamirësie? Ja, këtu më prekti mo. Pa, dikush që unë kam familja, sa unë printe mi kam të ndamë. Nga kjo pjesë janë frymëzuar që pse ja bëj bamirësi, se vetë kam vujtur, më thënë drejtën. Dhe ja ku jam sot. Ke vuajtur divorcin e prindërve? Në çdo gjë në familja. Dhe kjo të ka shtyrë që ti të organizosh të ndihmosh të tjerët? Edhe kam dalë vetë. I ke marrë vetë përsipër. Si ndjehesh kur bën bamirësi, kur ndihmon të tjerët? Mbushëm shpirtërisht, e bëj me shpirt. Ke marrë mirënjohje? Patjetër. A të ndryshon bamirësia, Elena, dhe në ç'më mënyrë të ndryshon? Shiko, bamirësia është e pavullnetshme, mendoj unë. Nuk mund të bëhesh bamirësi se okej, pavarësisht se ti thua ti tjetri bëu ose hajde bëhemi bashkë. Në momentin kur ti i thua dhe e përçafon, ai është bamirës, por thjesht duhet dikush që t'ia kujtojë se duhet ta bëjmë këtë gjë.
nuk është problemi të ndryshimi, është problemi të një lloj mbushja shpirtërore, siç tha Emiliano. Eksakt, është një lloj egzaltimi emocional që të ndodh ty, edhe ti e merr me vete, edhe shënon jetën tënde. Për shembull, po e themi, ne me një grup bashkëpunëtorësh kemi bërë shumë vite rresht të Zubera Allulli Krishtlindjet, bënim 25-ën. Edhe dinin, edhe drejtoreshat, u ndruan gjithë drejtoreshat, ne vazhdonim bënim të njëjtin me biznesmen super të njohur, të cilët kontribuonin me shumë dëshirë. Dhe bënim aktivitete dhe për shembull sot kur kthehesh dhe kujton, mas 10 vitesh për shembull se këta janë shumë më të rinj, kur kujton kam një letër dashurie për shembull të njërit nga fëmijët. Se unë dua që baba gjyshi këtë fundvit më sjelli një mami si Elena etj, sepse ne në ato ditë për shembull ne bënim organizimin dhe kuptonim nevojat e tyre të veçanta që donin profesor, se ato i kishin nevojat bazike. Po ne gjenim element të tjerë, edhe sigurisht organizojmë edhe një festë, dhe nuk mund të harroj për shembull të ndjerë Margarita Gjepa që na mbështeste gjithmonë. Dhe mënyra se si ju fliste me aq dashuri, se për te miqësisë që kam patur me të, po ajo ishte e gatshme gjithmonë për qenë aty. Kështu që ka shumë personazhe që janë edhe të njohur, edhe të zot, por ka edhe shumë të heshtur. Bamirësia duhet bëhet transparente, publike, apo duhet bërë në heshtje? Shiko, po. Jo, e kam fjalë që mund ta tregosh në media, mund ta tregosh kudo në rrjetet sociale që e kam ndihmuar këtë, si është më mirë. Ka disa forma në fakt. Ka njerëz që nuk e bëjnë transparente. Ka shumë që nuk e bëjnë. Po, ka shumë që nuk e bëjnë. Njihni personazhe të njohur që bëjnë mirë. Nga fusha e biznesit po, pafund, domethënë nga fusha e biznesit po, është e vërtetë. Ka figura që kanë për shembull mund t'i përmendim se jo. Unë njoh Aurela Gaxhen për shembull që më është ofruar direkt. Sa i kam shkruajt, po ku pa e bën, si do e bësh, hajde jam këtu, jam e gatshme. Ne kemi patur për shembull me Kadrim Morinën, Erusik, kemi patur bashkëpunime të jashtëzakonshme për Zubera Allullin, për shembull, ishte bashkëpunëtori qendror, le të themi në eventet që bënim vazhdimisht atje. Madje nuk e harroj një element kur më thot një herë Helena tha, përveç se të gjitha që ju duhet, ne do t'u japim sa dhe kesh ca lekë, që ata të blenë çfarë duan, kur dalin nga shkolla ose nga institucioni. Dhe ishte një moment, një gjeti, thash sa mirë që të paska rënë mendja për këtë. Se ne ishim përqendruar te festat, te kartolinat, te dhuratat, te sportat, te gjithë gjërat e tjera të nevojshme. Dhe është një moment për shembull, pse jo, le ta themi, ai vazhdon me biznesin e tij si shumë biznesmen të tjerë. Kemi patur raste për shembull të studentëve të cilët kanë qenë në nevojë. Dhe neve kemi bërë në heshtje, në dakordsi me njëri tjetrin, duke parë kushtet apo rrethana dhe kemi thonë ose për Krishtlindje, për Bajram, për fundvit, të t'ja bëjmë dhurat x studente për shembull të gjë se e ka të nevojshme ose studentë që kanë patur nevojë, për shembull nuk harrojmë edhe institucionet fetare, qoftë kishat apo xhamit që kanë ndihmuar dhe studentët që kanë pas vërtet nevojë. Se në fillim kishat dhe xhamit kanë qenë ato që kanë bërë bamirësi dhe kanë ndihmuar. Më pas kjo është shtrirë edhe më tepër në shoqëri. Cilët ndihmojnë më shumë? Shoqëria e mesme, shoqëria më e pasur? Në të varfrit ka më shumë zemër të bardhë. Do të thosh që të kesh pasuri dhe të ndihmosh. Ka njerëz që ndoshta nuk kanë shumë pasuri ose nuk është se kanë shumë të arë, nuk janë të pasur, por përsëri kontribojnë në një farë mënyre në llojet e tjera të bamirësisë që ti përmende. Për shembull, unë mendoj që është pak edhe familjare, edhe genetike. Domethënë nëse ti e ke parë që nëna dhe babai ju t'jep, janë përpjekur të ndihmojnë dikë. Është ai shembulli i cili është i pamundur që të mos ndodhi në jetën tënde. Kështu që kemi pa edhe studentët e shprehin her pas here ose njerëzit që rrim, edhe mami im jepte ose gjyshja jepte ose ishim gjithmonë derhapur, gjithmonë për të ndihmuar njerëzit. Kështu unë mendoj pak është edhe mësuar, është edhe pastaj patjetër është edhe individuale dhe ka njerëz për shembull që edhe nga institucionet fetare, më besohet të besimit, duke qenë se duhet me patjetër që ti të kesh një bamirës, domethënë në të gjitha të ardhurat e tua që ke, një pjesë duhet ta çosh për dikë i cili ka nevojë dhe kryesisht janë të pamundurit, ata të cilët vujnë nga shëndeti dhe jetimët. Qartë, nëse shohim botën, kulturat e ndryshme, e kanë si pjesë të kulturës së tyre sociale të ndihmuarit bamirësinë. Shiko, ato kanë vullnetarizmin, ne kur bëjmë projekte bamirësie, vullnetarizmi është më i shpejtë. Domethënë të gjithë e përqafojnë. Do vi dhe unë vullnetar, okay, po vi po të ndihmoj për këtë gjë. Pavarësisht se ne nuk e kemi në traditë dhe në kulturën masive. Po ta krahasojmë me shoqërinë e huaj, shoqërinë tonë, duke qenë se ato e kanë pjesë shoqërisë së tyre, vullnetarizmin, humanizmin, bamirësinë. Ne kemi pak në hije. Jo, e kemi familjar dhe kemi fisnore, mos harro.
Do ta ndihmojmë filanin se e kam kushëri dhe e kam, nuk e di se çfarë do ndodh pas 5 vitesh, por deri tani ka ecur, do ta ndihmoj për punësimin, do t'i jap edhe një mundësi, do t'i jap një krah, domethënë ka shkuar pak edhe me familje, me fis. Jo, ka fjalën duke qenë se të rinjt tan janë pak më të ftohtë në brezin e sotëm. Po mjafton, jo vetëm teknologjia. Mjafton ti ngacmosh edhe të rinjt bashkohen. Ja nismë për shkakun që kanë bërë, kanë parë fotot edhe kanë parë aktivitetin se kemi shumë miq përbashkët, kështu që publikisht po i Trego pak nga emrat e që morën pjesë në po, emrat që morën pjesë. Mi kujto, se. Kanë bërë shumë, Balbona Halili, Denisa Algjeza. Shumë tjerë. Performuan, kënduan, po. Erdhën shumë njerëz në koncert? Patjetër, teatri që e plot. Tani ka përfunduar, ju i keni ndihmuar familjet, më thënë keni shpërndar vetëm ka ngel pjesa e biletave që ne akoma e kemi lekët, po kemi vendosur një datë tjetër, datë 11. Do shkojmë për Azilin e Pleqit Moshuarve në Elbasan. Do shtrojmë një drek me muzik, do kërcejmë, do kënaqemi aty. Do t'i ofrojmë dhe një psikologe nga ana jon, që është ajo vullnetarisht, që do shkoj javë për javë atje, që të bëj biseda, të bëj argëtime me të moshuarit. Të shkoj javë për javë. Për të ndihmuar ata emocionalisht dhe psikologjikisht për të shprehur se kanë nevojë. Sa i tham projektin, patjetër tha do vi me këndësi dhe javë për javë do shkoj që ti organizoj diçka të bukur. Ndërkohë më the që ke 2 fëmijë. Po. Si ua ke përcjell atyre pikërisht këto akte humane që ti je përfshirë në kauza të tilla? Ato janë gjithmonë me mua, se unë i rris e vetme. Jenën e vetme. Po. Edhe gjithmonë më shohin, jo vetëm për këtë fakt, por edhe, siç thash, edhe gjërat që unë i kam bërë pa i shfaqur. Sepse vi me mua gjatë gjithë kohës, kam takuar shumë vajza në Elbasan, që i kam ndihmuar dhe me shpirt. Mbase ndonjëherë dhe nuk mund t'i ndihmoj dot materiale ose me të ardhur financiarisht, por vetëm fakti që i kam dëgjuar dhe i kam treguar një pjesë nga historia ime, ato kanë marrë një frymëzim nga unë, shpirtërisht edhe duke u bërë më të forta. Dhe një mjafton edhe një bisedë, edhe një fjalë, edhe një përkrahje, edhe kjo është një mbështetje, është një mbështetje që unë ja kam bërë personalisht, kur më kanë ardhur, më kanë takuar dhe fëmijët e kanë parë situatën time, kam parë çfarë merrem unë gjatë gjithë ditës, edhe më bëhet shumë qefi sepse ato do rriten me këtë frym. Edhe në Kopësht ose në shkollë ku janë, e shoh këtë dallim sepse kur më thotë mësuesja që kishte për të hëngrën, se unë ja jap ushimin, se është diçka kështu shumë simbolike, ja jap ushqimin me vete dhe ai e ndan me të tjerët. Mua kjo më mjafton. Pra në moshën që janë të ndash me të tjerën është fillimi i një akti të tillë dhe duket që nga shpirti, buron nga shpirti, dhe kjo është gjë më e mirë që edhe ne që jemi breziri apo që edukojmë fëmijët, të mësojmë që të japim. Të falim mbi gjitha. Emiliana tha që këtë gjë e nisa duke qenë se pata probleme familjare, pra divorci prindërve, këto problemet më bën më të ndjeshëm për të ndihmuar të tjerët. Pra, kështu fillon bamirësia, kur ne nuk kemi mirë me veten dhe kemi kaluar situata të vështira të këqija në familje me veten tonë, apo dhe ata që kanë shpirtin plot janë të lumtur, kanë gjithçka, edhe ata mund të kontribojnë. Se e kemi parë pak të kundërtën, e kemi parë pak të kundërtën. Ata që kanë kaluar dhe që janë sfiduar në jetë, janë më të ndjeshëm për të ndihmuar të tjerët. Po, nga njëherë rrezikon të bëhet më të vështirë dhe më të keq dhe më mosmirnjohës. Që gjithmonë nuk ka formula shumë të saktë në këtë gjë. Unë mendoj që njerëzit duke janë më të kuptueshëm kur rriten në rrethana të vështira. Sigurisht që e kuptojnë gjendjen e tjetrit pak më mirë, por nga ana tjetër ti është edhe mënyra se si organizon ti veten tënde. Si që organizon në veshje, në ditë, cili është qëllimit, ashtu ti e ndan një gjë. Se njerëzit për shembull janë kavalierë në gjërat e vogla, dhe kur ata janë kavalierë të vogla, janë dhe të mëdha. Dhe të dhënia mundësive, dhe të ndarë, nëse një fëmijë, një nxënës është i ndan detyrat me të tjerët, ndan dhe lëpirëse dhe ëmbëlsirat. Kështu që ti je person që i ndan
janë, ti je person që je me gjithë të tjerë, je person social. Dhe njerëzit që janë social janë më shumë të ndjeshëm dhe janë më shumë të përfshirë dhe shumë herë përfundojnë dhe duke qenë edhe më të varfër dhe më pak karrierist. Sepse nga njëherë ti duket sikur ju përket të gjithë dhe je shumë pak i organizuar dhe duke i mbledhur gjithë gjërat për vete. Por nga ana tjetër, ti je shumë i pasur edhe shpirtërisht, edhe nga ana shoqërore, nga ana sociale, sepse ti përmbushesh vetë, por njëkohësisht jep edhe një duke qenë mirë, duke u përmbushur je një njerëz më i mirë. Sepse njerëzit fillojnë pendohen që s'kan bërë bamirësi, që s'kan mbështetje, si kanë thënë fjalë të mira në shtratin e vdekjes, në fund kur janë smur etj. Dhe fillojnë dhe japin edhe këto leksionet, po nuk ka nevojë të japësh aq vonë. Ti mund ta bësh shembullin tënd çdo ditë, që në mëngjes kur ti ja merr ku diun mbeturinat një komshie plak, dhe që kur e merr dikon rrugë për shembull që studentët e qeshit, unë i marr studentët për shembull s'është për t'u thënë. I them hajde mos paguni fare biletë, hajde me zyshën, ato i hiki unë. Do shkoj unë atje ku do shkoj. Domethënë ose një tjetër që do ta gjesh një plak në rrugë. Pavarësisht se ty ndoshta të pret shumë kohë, por 1 minutë është ajo. Ti mund të bësh gjeste të vogla, të cilat janë shumë të mëdha për dikë, për një njeri ndoshta që e ka nevojë. Por gjesti i madh është edhe nëse e frymëzon dikë, nëse e merr dhe e motivon, se ne kemi pafund divorce, kemi probleme pafund sot, edhe të shëndetit, dhe ti rri afër nëse dikush operohet dhe ka kaluar një moment të vështirë, ti e merr në mëngjes dhe e pyet si je, edhe ndarë e merr po prap, ja ndryshon, sepse në fund ne vuajmë dhe njerëzit që duken të fortë dhe të realizuar, në fund vuajnë për atë telefonatën e cila nuk të vjen. Dhe nuk do thotë dikush Elena si jeti, a ke nevojë për gjë. Sepse ndoshta ti je gjithkohës me energji dhe jep dhe harroj njerëzit në fakt se magazina është bosh emocionale, sepse njerëzit dhe duhet ta kuptojnë dhe ato që ka para, që ka pushtet, që është mediatik, që ka nevojë për një telefonat dhe ti thuash, po ti si je? Se të vëzën harroj. Që të kesh pasuri edhe të jesh dhe i mbushur shpirtërisht. Të mos kesh nevoja. Ka edhe raste të tilla që duhet. Prandaj po them bamirësia është në gjitha këndet, sepse njerëzit kanë nevoja të ndryshme. Patjetër, si shpirtëror ashtu edhe material. Një thirrje, një mesazh për të rinjtë që na ndjekin. Tash jo miki, në janar do bëj një tjetër gjë. Mos më thuaj që u frymëzove tani, po kishe menduar. Ne e di shumë mirë që ne kemi shumë gjë. Patjetër. Në janar do bëj diçka tjetër, por jo për bamirësinë. Për njerëzit që kanë nevojë për gjak. Do marr gati 20 veta që durojnë gjak në Elbasan, për njerëzit që janë për talasemi, që i duhet gjaku shkurt. Edhe kjo te bamirësia futet, që the që nuk ka lidhje me bamirësinë. Po, jo me lek, që ta ndajmë. Të dhurosh do të thotë vetëm lek, të dhurosh sa po e tham që vjen në shumë forma. Do të përfshihet edhe Nexhi tek kjo nismë apo jo. Kështu që kjo është thirrja e më duket se më lëshoj. Po ty të ka bërë të ndihesh mirë, kështu që unë gjithmonë jam ndjer formale, edhe pse tani po bëhen publike, unë jam ndjer edhe kur nuk i bëja publike. Unë mjafton, kam arritur një pikë miki që mjafton me lumtur me veten time. Unë jem e lumtur kur bëj vepra, sikur të pak edhe të vogla, edhe pa u bë të mëdhaja. Unë jam e lumtur, edhe pse Emiliano më përfshiu në këtë pjesë, okay, do ta ndjek, do ta mbështes, se është miku im, por ne i bëjmë çdo ditë. Po ta shohim në një njeri që është i mirë dhe do të bëj mirë, i bën çdo ditë, edhe pa e kuptuar vetë që po bën mirë. Të gjitha, ajo që the, të ndihesh mirë vend, mbushesh shpirtërisht dhe je i lumtur, ky është përfitimi më i madh që mund të bësh, pak çka se sa ke dhënë edhe si e ke dhënë. Shumë faleminderit. Është nevojshme në fundvit të japi mesazhe të tilla. Po. Thjesht do të falenderoj një shoqen time nga Elbasani, Anën, e cila ajo ka kontribuar pafund të koncert. Pa atë, koncerti im nuk do ishte realizueshëm. Bukur fort. Edhe falënderimi është një lloj mirënjohje. Faleminderit. Bëfshi sa më shumë vepra të mira dhe ju që na ndoq, shpresoj që të jeni frymëzuar për të bërë vepra të mira, sado të vogla qofshin ato. Ka publicitet, rikthehemi përsëri në Rezën tonë.